Me rastin e shënimit të datës së çlirimit të Mekës, Mëftinia e Gostivarit mbajti manifestim në xhaminë e fshatit Gradec. Programi u hap nga kori miftinis, të cilët sollon disa ilahie, kaside dhe lexim Kurani. Zoti dashur ti të madhëron, me namaz të adhuron, ti e një tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Në manifestim ishte i pranishëm edhe një delegacion nga Mëftinia e Gostivarit udhëhequr nga Mëftiu Sabahuddin Zendeli, i cili tha se çlirimi i Mekës është njëra nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë islame, e cila dëshmoi përfitoren e madhe të besimit në një Zot mbi politeizmin dhe të besës mbi tradhtin. Me çlirimin e Mekës shtoi më tej Zendeli, i u dha grushti i fundit dhe më i fortë i llojtarisë, duke e çrrënjosur një herë për gjithmonë nga toka e shenjtë e Mekës. Ajo që na jep shembull më të lartë se si pejgamberi alayhis salam do të kthehet në vendin në të cilën u fye, u torturua, u vrarën besimtarët, u shkatrua pasuria dhe gjithçka që është më e shenjtë për njeriu. Dhe pejgamberi alayhis salam do të hyjë në këtë qytet dhe do të çliron këtë qytet pa gjakderdhje. Urdhni i tij ishte: ju mos sulmoni nëse nuk sulmoheni. Derisa të sulmoheni, atëherë do të mbroheni. E dyta ishte se pejgamberi alayhis salam hyrje në qytet e bëri me një modesti dhe përullësi të lartë, duke falendëruar Allahun fuqiplot, sepse nga ky qytet që kishte mallëngjim të madh, ai u largua, vetëm 2-3 persona ishin që u larguar, ndërsa Allahu i mundsoi që të kthehet me 10.000. Dhe kështu pejgamberi alayhis salam, duke falendëruar Allahun fuqiplot, hiri në Mekë. Çliroi Mekën, pastroi Qaben e bekuar, i tha ajete të cilat Allahu fuqiplot i këndonte, ajete të cilat Allahu fuqiplot paraprakisht kishte dhënë mishdën për çlirimin e Mekës. Dhe kështu me një shqetësim dhe në shikim të habitshëm vetë Mekasit se tash çka do të vepron pejgamberi alayhis salam me ta, ai vetëm se i pa dhe u tha: o ju Mekas, çka mendoni, si do të veproj unë me ju? Ato vetëm dha një përgjigje, sepse ai ishte Muhamedi besniku. Tha: ti je fisnik, vlla fisnik dhe i biri i fisnikut. Përveç mirësisë nuk presim nga ti asgjë. Pejgamberi Allahut u drejtua dhe dha amnestinë e përgjithshme. Edhe pse fatkeqësisht, qoftë në histori, në luftra apo në pushtimet të tokës, pejgamberi alayhis salam nuk pushtoi, por ai çliroi. Ai ishte çlirues vetëm në kuptim të formës, se mbur tokë. Jo, ai çliroi edhe zemrën. Aq sa i theu putat në Qabe, aq theu edhe putat në zemrat e njerëzve që i kishte. Dhe kishte çlirim, mund të themi, të zemrave të njerëzve. Mëftiu Zendeli potencoi se çlirimi i Mekës sot për njerëzimin kupton që çdo popull të jetojë lirë në tokat e vet. Sot çlirimi i Mekës për njerëzimin paraqet shembullin më të lartë, më të mirë se si duhet vepruar dhe si duhet t'u jepen të drejtat popujve të cilët nuk i posedojnë ato. Kjo është qëllimi më i lartë. Ata të cilët jetojnë në tokat e tyre, në vendet e tyre dhe në formë padrejtisht luftohen,
dobohen nga vendet e tjera. Pejgamberi alayhis salam pa një kuzim për të pranuar Islamin, mushrikët e Mekës. Edhe pse Allahu fuqiplot do të përgëzon atë me tuft njerëzi që pranojnë Islamin, por pa asnjë kushtëzim. Ai u tha të gjithë jeni të lirë. Ai u dha amnisti të përgjithshme, duke u dhënë garancat më të larta të jetës së tyre, pronës së tyre, të fesë së tyre dhe gjithçka që është më e shehtë për njerëzimin në përgjithësi. Në këtë ditë, bota pati rastin të shoh fuqinë e muslimanëve dhe ngadhnimin e tyre mbi politeizmin, i cili në këtë rast është sinonim i tërë ideologjive tjera, ndërkaq çlirimi i Mekës paraqet dominimin e Islamit mbi to gjatë tërë historisë. Ndryshe, çlirimi i Mekës në Ramazan ka rëndësi të veçantë, nga se dëshmon se Ramazani nga profeti Muhammed dhe brezi i artë i muslimanëve, shokët e të dërguarit të Allahut, nuk është kuptuar si kohë e gjumit, përtacis dhe mos aktivitetit, por në të kundërtën është kuptuar si muaj e aksionit, aktiviteteve dhe planifikimit. Çlirimi i Mekës ka ndodhur në vitin e 8 sipas hixhretit, duke shndërruar në qytet të sigurt atë, të cilin Allahu i lartësuar e ka bërë strehim për zemrat e besimtarve dhe zemrat e pastra.